Shkoni çfarë thot Allahu xhela. Estaidu bila bismillahirrahmanirrahim. Thotë kështu, na jep edhe na bën me dije neve. Unë prap përsëri e lidhi me ata se pse e kemi jetën kaq shkurt, Allahu ka dhënë shumë sevape për të fituar, shumë mundësi për të bërë sevape, se jeta jona është shumë e shkurt. Edhe i shumë fishon gjanat interesant. Shkoni sa i shumë fishon. Vetëm dëgjoni këtë ajetin 261 nga surja El-Bekara. Estaidu bila bismillahirrahmanirrahim. Mathalu alladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Shembulli i atyre që japin nga pasuria e tyre fi sabilillah, për hir të Allahut. Shkoni. Kushti numër 1, dashur vëllezër, kushti numër 1, që sadakaja dhe zeqati jonë dhe ndihma jonë të pranohet ke Allahu, është të jetë fi sabilillah, të jetë për hir të Allahut. Edhe usas. Nëse nuk është për hir të Allahut, 1 miliard, 1 trilion të japish, një sevap nuk shkruhet ke Allahu, e din. Nuk shkruhet. A tham, po Allahu është i pasur, i pavarur në pasurinë e tij të pafundme. Ai është i pavarur. Ai nuk kërkon që ti diçka të bësh jashtë kënaqësisë të interesant. Ama Allahu don të të ofroje në atë oazën e miqve të ti, edhe ti të kesh një karike, një ulse, një fron të ulësh në mesin atyre që Allahu i ka ullur pra nurit të ti, mëshirës të ti. Prandaj të jep vetëm për mu, para zgjohet tjetër. Fi sabilillah. Shembulli i këtyre që japim për hir të Allahut, që kërkojnë kënaqësinë e Allahut. O Zot, unë do që ti të jesh i kënaqur me këtë që jap. Shembulli i këtyre, shkoni çfarë shembulli është? E keni dëgjuar këtë jetë me siguri. Ama analizone mirë, çdo fjalë. Kemethali habbe. Shembulli i dhënjes tënde, i dhënje që ti jep një sadaka, nuk ka lidhje sa shuma. Shuma është shumë pak e rëndësishme ke Allahu. Është sikur një kokër, qoftë grur, qoftë misër e kështu me radhë. Kokër që mbillet ashtu në tokë. Si shembulli e një kokre. Embetet seb'a senabil. Ajo kokër, a mbyllim e hudhim një kokër grun ashtu, në fushë. Embetet seb'a senabil. Ajo kokër mbing, ajo kokër 7 kallin. 7 kallin. Fi kulli sumbuletin mietu habbe. Në çdo kalli ka nga 100 kokra. Këto se bëjnë? 700. Shkoni, prej një kokre që ne e mbyllim në fush, e mbjellim, dalën 700 kokra. E thot, sadakaja juaj, dhënja juaj për hir të Allahut, i ngjan kësaj kokre që ne e mbollëm në fush. Ti jep një. Allahu ta ka shkruajtur e dini sa? Jo 10. Rregulli i përgjithshëm është 1 me 10 në Islam. Allahu thot në Kur'an, kush bën një punë të mirë, felehu ashru emthaliha, ai ka 10 fishin e shpërblimit, ashtu. Për sadaka nuk thot 10 fishin, interesant. Për dhënien. Shumë e bukur kjo. Analizo mirë, kur shkoj në shtëpi, bëni një matematikë. Një kokër, 7 kalli. Çdo kalli ka 100 kokra. 700 kokra. Do të thonë, ti jep një, Allahu ta shkruan 700. E kjo është mundësia për të fituar xhenet inshallah. Prandaj Allahu ka bëu kështu. Se jetët tona janë të shkurtra. Hazreti Nuhi ka jetuar 1000 vjet, ne jo. Nëse dim. Sema senabit. Wallahu. Pjesa e dytë e ajetit. Wallahu yudaifu liman yasha. Allahu ja shumëfishon kujt donaj. E tash e don qelsin e sekretit se si e shumëfishon Allahu. Thot, e shumëfishon me kusht vetëm nëse je për hir të atij. Ndryshe, jo që se shumëfishon, po edhe një sevap nuk ta shkruan nëse nuk e bën për Allah. Se kjo që ti e ke është Allahu, të din, du të kuptoje. Çdo biznesmen, çdo njeri që ka pak pasuri, duhet ta kuptoj se komplet është Allahu.
ti je një robot i cili je sebeb për të arrit ato që Allahu ta ka falë. Asgjë tjetër hiç. Ndërmjetësues, prandaj të duhet shpërndash. Se kur erdhe në këtë dynjë, erdhe pa gajle edhe pa pasuri, ashtu. Një fëmijë me çfarë vjen këtë dynjë? Në pelen s'ka. Edhe kur të shkojsh prej kësaj dynjaje, dhe shkojsh pa gajle, nuk i merr gajlet në varr, ashtu. Edhe pasurisë merr, edhe çorapët i qesën, kur do të laje hoxhat, e dish. S'ka çorap. A be ftohat ke varave. Ku intereson sa ftohat të ngrohet. Zatën trupi s'gjen ftohat, mos u mërzit. Asgjë hiç. Krejt deponimi dashur vëllezër, krejt deponimi. Unë bile ndoshta dikush për jush sefte mund të ndëgjoj këtë muhabet. I kisha thonë çdo vllau tim musliman që janë këtu prezent. Mos lini me gojë testamente, kur vdes baba, bonja që këtë xhami, bonja që këtë shkollë, bonja ata. Se kjo i vjen që ti kur e shkojsh ke varët, ato mund të harojnë. Kam probleme, jo që nuk duam. Biznesi su shkon, ku e di unë kështu më radhë. Bani që të depononi para se të shkojmë ke varët, ke varezat, të na pres puna jona që, investimi jona gjithë na pres. Mos e ngushtoj gjali, vajzën, nipin, besën. Bani me babën këtë, se unë kum lan kaq pasuri. Po më u bëj një kockari keq, çfarë do bësh? Bile do të çojë gjina që e ke lan pasurinë dhe ta ka shpërdoruar. Stakfirullah. Po thot, sa jemi gjallë, bën ti vet edhe çoa në ahiret. Ajo atje do të presi inshallah. Se jetë e berzahit, Allahu e di se e gjatë do t'jetë. Berzah është jeta në vareze. Ne nuk e dim 50.000, 100.000, ku e dim ne, kur do e bëjë Zoti kiametin. Ndaj thot, depono sa të mundi shti, çoj para, çoj. Si në bank, ajo banka e ahiret. E tash, pjesë e dytë dashur vëllezër. Çfarë dobi e ka dhënia në aspektin shkencor dhe psikologjik? Kjo është një pjesë shumë e